Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi me serinë e emrave të Allahut, duke shpjeguar me rand emrat e Allahut me qëllim që kjo njohuri që përfitojmë të na bëj më të dashur raportit tonë me Allahun, që pastaj kjo njohuri të ndikojë në zemrat tona, e të cilat zemra pastaj kanë për të adhuruar Allahun me një formë më kvalitative. Kem thonë se çdo emër që e mësojmë, respektivisht kuptimet e tina, do të ketë ndikim në jetën tonë. Andaj sot jemi me një tjetër emër të Allahut, e që të gjithë emrat të Allahut janë emra të rëndësishëm. Nuk ka emër të Allahut apo cilësi të Allahut që mundu me thonë, jolla kjo është emër që s'çampesh në jetën tëme. Jo, rasisht Allahu na I ka tregu gjithë këto emra dhe këto cilësi për disë tjetër përveç se që të parafrohemi me atë. E sot jemi me emrin e Allahut, I cili është përmendur disa në Koran, është fjala për emrin e Allahut El-Malik apo Malik. Andaj ky emër ka ardhur I përmendur në Koran me dy forma, Malik apo Melik, që në kuptim kanë të njëjtin kuptim, që të nënkuptojnë sunduesi absolut, ai I cili është në pushtetin e tij është çdo gjë, ai I cili është sunduesi absolut I çdo gjëje dhe që nuk ka askush pushtet mbi të dhe nuk ka askush që mund ta sfidon autoritetin apo pushtetin apo fuqinë e Allahut. Andaj nëse neve na bie në mend këtë cilësi Allahut Malik, andaj neve a duhet me pas frikë kajherë për disa njerëzve dashakësi, disa njerëzve që kanë pushtet përkohshëm e që mund në përdor, apo do thot ne e kemi mbështetjen tonë tek Zoti I plot, e cila reflekton në imanin ton, reflekton në veprat tona dhe në tevekkulin ton. O Zot, na ty tu kem mbështet dhe e dim që s'ka kush pushtet mbi ty. Ne e dim që s'mundet askush me të sfidu ty, andaj në këtë drejtim kur ne I dim cilësitë që ky emër I Allahut I bart, do të kemi tjetër çësje ndaj gjërave që na rrethojnë. Do të kemi një tjetër kuptim për gjërat që ndodhin. Andaj emri Allahut Malik është emër që ne e përmendim shumë, sidomos besimtarët musliman, ata të cilët e adhurojnë Allahun me namaz çdo ditë, me 5 kohë namaz, çfarë themi? Maliki Yawmiddin. Ai I cili është sunduesi absolut në ditën e gjykimit. Mirë po, kjo nuk kupton se Allah është absolut vetë sunduesi dhe ai që ka pushtetin e plot vetëm ditën e gjykimit, mirë po e ka edhe në përditshmërinë tonë. Andaj në këtë drejtim kuptimi gjosor ka të bëjë nëse I gërshetojmë dy çështje të cilat e formojnë një nyje të plot, një nyje të fuqishëm, dhe ky është ai kuptimi I gjithsesht, ky është kuptimi I emrit Malik, do thot ai I cili I ka fuqishëm çështjet dhe I forcon fort dhe nuk kanë mundësi me u shkëput. Andaj ky çështje që besimtarit do të me pas, do të me reflektu në jetën e tina. Nëse ti e din se Allahu është ai që I gjykon çështjet, a a kime posat breng për çështjet e tua dunjas, a kime posat breng për çështjet e ahiretit, apo ata të cilët luhatën në besim, apo ata të cilët I mungojnë informatat, pastaj të ta kemi për të pasur luhatje edhe në vepra edhe në besim. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu në shumë vende e tregon këtë emër, sikurse në surën Ali Imran, Qulillahu malikal mulk, ai thuaj o ti I cili je sunduesi I çdo sende, që nuk kupton, a ke po disa njerëz thot unë jam bas, nuk merr na me punë të vogla. E Allah po thot që është sundues dhe në pushtet I çdo gjë, e madhe e vogël, dhe në këtë drejtim s'ka mundësi me Allahut asgjë, as e madhe as e vogël, përveç se është në pushtetin e tij, dhe pastaj ajeti vazhdon thotë, e ti jep pushtet kujt don ti, edhe ja merr pushtetin kujt don ti.
Andaj a ka pushtetar apo sundues që ka pushtu apo ka sundu vazhdimisht? Jo, përveç se autoriteti suprem i pushtetit dhe i sundimit i takon vetëm se Allahut. Andaj çdo mirë është në dorën e Allahut, edhe në këtë drejtim Allahu kujt don këtë mirësi ja jep dhe kujt don ja privon prej tij. Andaj nëse ti e ke këtë bindje në Allahun, atëherë nëse Allah të ka dhënë pushtet, a do ty me të reflektu këtë që ti me u bë me një madh, a do të ke me ndiku që ti me pastaj me mendu që në qa këm rri, une kush në botë s'kam rri, dhe une në mëj me lu me njerëz, mëj me lu me kontrata tyne, mëj me lu me fatin e tyre, apo të bënd me kon i përullër, sepse për kundër faktit që ty Allah të ka dhënë pushtet, të ka bo menaxher, të ka bo shef, të ka bo drejtar, të ka bo minister, kryeministër, president, çfarë do që ti kem rri, dije se mbi ty është Allahu. Edhe ti s'ki me posare pa dal para sunduesit absolut. Edhe s'ki me posare pa dhënë llogari para ti, i cili, no, edhe pse është sundues absolut, edhe pse pushteti i tërë i takon atina, prap vëllezër besimtar, cilësia kryesore me të cilën ai gjykon çështën është drejtësia. Ti, jeni menaxher i vogël, i ke një 5-6 punëtor, e tregohesh pa drejt, tregohesh i anshëm, mirë po e harron se ki me dal te Malik i Umidin, ki me dal para sunduesit absolut, ki me dal para Allahut, edhe atë menaxher llokun tan që ka qenë 5 vjet, 10 vjet, e që ti në atë ku je tregu me një madh arrogant, stakani për hakun e tjerëve, e tash vjen dita që do shmilo që të gjinohe krejt. Dhe në këtë drejtim, Allahu, edhe duke qenë sunduesi absolut, duke qenë ai që në pushtetin e tij çdo gjë e madhe e vogël kërkujt si bën padrejtësi. Andaj vëllezër besimtar, ti ka në lloj pushtet, të ka dhënë mirësi, të ka dhënë mundësi me menaxhu disa çështje përkohësisht. Shikoje cilësia e parë e Allahut me të cilën e menaxhon çet pushtet është drejtësia. Andaj edhe ti në çështjet tua ku ti ke autoritet, ki pushtet, menaxhoj me drejtësi, mos u bëj i padrejt, sepse nuk kime posore pa dal para Allahut. Andaj në këtë drejtim në pjedietarët mëdhenj Ibn Xheriri kur e ka komentuar kitabun e Allahut El Malik ka thënë mendohet se nuk ka pushtet kërkush me pushtetin e Allahut. E para, e dyta, s'ka kërkush posedim me posedimin e Allahut. Edhe kjo vlen për ata të cilët Allahu i ka dhënë pasuni. Do të thotë e kanë një grosht lek më shumë se na, nuk bën ata mbi botë me manifestu jetën me mburrje, me bombraveca. Mirë po, çdo mirësi, çdo begati që Allahu ta ka dhënë do të më kon afrim me Allahun. Jo me ndikute ti që ti me pos çosje mburravece, që ti me kon krenar, me kon arrogant çuça kumbone. Jo. Është Allahu që jep kujdan, është Allahu ai që e sprovon kundën, dhe në këtë drejtim robit i takon që çështjet e tina me menaxhu me drejtësi, frikë respekt ndaj Allahut, dhe në këtë drejtim ta di se çdo gjë që ka, qoftë pushtet, qoftë pasuri, qoftë evlad, qoftë ditori, e tëra është mirësi vetëm nga Allahut. Është vetëm mirësi nga Allahut, është Allahu ai i cili ty të ka bëu që me arrit çat pozitë. Sikur kish dashur Allahu, nuk kishe mujt me arrit atë pozitë ku je. Andaj është interesant me një hadith pejgamberi sa po thotë nuk vërtetohet imani i njerit, tahqiq ka një hadith fjala, nuk vërtetohet imani i njerit përderisa nuk beson se ajo që ka godit s'ka mujt me shmang. Qaja që ty të ka godit, sprov, o kon e pashmangshme për ty. Edhe qaja që nuk të ka godit, ka ikë prej teje, s'o kon e caktume për ty. Edhe në këtë drejtim, që më thëtë pejgamberi son, si vërtetohet, nuk i bëhet tahqiq, nuk i vërtetohet imani, nëse ti nuk beson çështë. Andaj nëse ki qëtë hadith parasysh, a ka vend me thonë
valla unë e kom bo vetë këtë punë, e jo më ngrite, kom shku nalte, po valla, kush ty nuk ta më hënë mundin, se Allah ka lënë sebeb mundin, mirë po, në mundin tënë, Allah ty ta ka hop mundësin që me arritë të qaj pushtet, të qaj pozit, të qaj autoritet, si kur Allah s'kish dosht, kur se këshu më rritë asë një penjeve. Andaj, autoriteti suprem, pushteti, sundimi, gjukimi dhe mirësia çdo çështje i takon vetëm Allahut, dhe në këtë drejtim ai besimtar që dën me bo tahkik imanin e tina, respektivisht me vërtetu që ato që ka besu, do të me besu që shtë. Allahu ka dosht sot jem shef, Allahu ka dosht sot jem doktor, Allahu ka dosht sot jem kështu, se sikur mos ke dosht Allahu s'ka mujt me mbri këto, që nuk kupton ti me vedije pastaj për në nështruash caktimet Allahut, sa që ashtu është, mirë po për vërtetën imanin tënë dhe në anën tjetër për i falendrues ndaj Allahut. E çdo gjë që del jashtë kësaj, ku ti munduhesh me ignoru apo pa vedije, me u tregu pa kujdesshëm se caktimi është i Allahut që ty të ka ngrit, ti del jashtë i kuptimit të emrit, sepse do po jep hapësirë sikur ti po gjykon se ti vetë ke bënë punë, vetë ke arritur në çështje. Jo vallahi vllazni, mos më dosht Allahu, në e kurbina me flet së në qëmë sabah. E dine, bjen me flet, përkosisht Allahu ta merr shpirtin. Në sabah ndosh ta kthen. Nëse kjo çështje është për shpirt, po çysh për çështje të tjera, andaj emri Allah Malik apo Malik, cilë do që përdor për kuptim njëj, do të me konë ajë që na boni e të vedeshëm, që fillimisht me konë minjas ndaj Zotit, me konë falendërus ndaj tina, me konë të drejt në me dvjeti për mirësit që ne ka unë Allahu, sepse Allah zëmë besimtar fundit, tonë kina me dollë për Allahu. E i cili kom në gjuku me këtë cilësi, mirë për lëmë ata cilët e jenë pregadit për këtë ditë në dynje, se kanë qenë vedeshëm se na heret ku me kom për të tonë, kjo e kuptushme, mirë po ti me kom i gatshëm në dynje që me pregadit dhe me dollë për Allah të shumë ma mirë për neve se sa me dollë me gjuku në momentet kur është dhënë. Allah është për e vëmendje, bom goti për namaz gjumos.